Kryeministri Edi Rama është pritur në Rom në një ceremoni zyrtare nga kryeministra Giorgia Meloni në kuadër të samitit të parë ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Italisë, ku përveç kryeministrave morën pjesë rreth 20 ministra nga të dyja qeveritë. Fokusi i samitit ishte nënshkrimi i 16 protokolleve teknike që mbulojnë fusha si mbrojtja, energjia, migracioni, shëndetësia, infrastruktura dhe arsimi profesional. Po ashtu edhe marrëveshja për menaxhimin e migracionit me qendrat në Shëngjin dhe Gjadër, si dhe projekti për linjën nënujore energjitike që lidh Shqipërinë me Italinë për eksportin e energjisë rinovueshme. Në agjendë u përfshin edhe çështjet e politikës europiane dhe ndërkombëtare me fokus në luftën në Ukrainë, si dhe mbështetjen italiane për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.